Shkruan Gjergj Zefi. Nëse ka një simbol të pastër të dështimit të rendit ndërkombëtar është fakti që në vitin 2026 bota ende numëron kufoma për të kuptuar seriozitetin e një krize njerëzore. Në Iran, mbi 2400 protestues të vrarë nuk ishin të mjaftueshëm për të alarmuar diplomacitë perëndimore, që vetëm prej frikës së përshkallëzimit vazhdojnë të mbajnë deklarata boshe për shqetësim të thellë. Në Teheran, regjimi ajatollahëve ka zgjedhur sërish rrugën më të vjetër të mbjetesës represionin brutal, dhe bota ka zgjedhur rrugën më të vjetër të heshtjes diplomacinë selektive. Të rinjt iranian që sot bien të vrarë në rrugë nuk janë më pak të vlefshëm se ata të Ukrainës, por për sa kohë nuk kërcënohet një gazsjellës apo një alancë ushtarake, ata mbeten statistik. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, duke luajtur rolin e shpëtimtarit nga Twitteri, thërret përqendres dhe për ndihmë që po vjen. Por në thelb ai po e shfrytëzon tragjedinë iraniane për të mbledhur pikë në fushatat e tij politike. E njëjta gjë ndodhi me Ukrainën, me Venezuelën, me Kubën. Revoltat popullore kthehen në municion politik për liderët perëndimor që duan të duken të fortë, por pa pasur guximin të përballen realisht me regjimet represive. Për perëndimin, vdekja e një protestuesi ka vlerë vetëm kur ajo bëhet virale, vetëm kur ka kamera, vetëm kur interneti nuk është bllokuar, vetëm kur viktima ka një emër që mund të shqiptohet në CNN. Irani nuk është rasti i vetëm, ai është pasqyra e një rendi ndërkombëtar që vendos vlerën e jetës njerëzore sipas interesit energjetik, afërsisë gjeografike dhe shikueshmërisë mediatike, që e llogarit merrin me Excel dhe nënkupton ndërhyrjen vetëm kur numri i kufomave te i kalon një prag të përballueshëm. Kjo nuk është më politike jashtme, është politikë kufomash, dhe ajo që po shohim në Iran sot do të na ndjek nesër në të gjitha periferitë e heshtura të botës, përfshirë Ballkanin, që gjithmonë është një gjysmë heshtje larg shpërthimit.